Shkolla 9-vjeçare 3 dëshmorët Vloçisht në Bashkinë Maliq tashmë gëzon një ambient të ri për të gjithë nxënësit e shkollës e në veçanti për nxënësit me nevoja të veçanta. Fal projektit iniciuar nga Shkolla e Drejtorëve, drejtoresha Adriana Karanxha zgjodhi si temë projekti çeljen e një klase burimore nën moton mbështetje për çdo nxënës, sukses në çdo hap. Në fillim klasa ishte thjesht një magazin, por sot ajo është një nga ambientet më të këndshme e më të preferuara nga nxënësit. Ky projekt arriti të finalizohej me krijimin e një klase multifunksionale që siguron gjithë përfshirjen dhe integrimin për fëmijët me nevoja të veçanta e për gjithë nxënësit e tjerë të shkollës, duke realizuar aktivitete tashmë në një ambient të ngrohtë dhe relaksues. Kjo klasë burimore është një risi për shkollën pasi do të sigurojë akses për të gjithë nxënësit, mësuesit dhe prindrit, duke promovuar përfshirjen sociale, integrimin dhe respektimin e diversitetit. Në këtë mjedis, nxënësit do të bashkëpunojnë me shokët e tyre për të socializuar, duke realizuar aktivitete së bashku e duke shpalosur potencialin e tyre akademik e social. Drejtoresha e shkollës përmes kësaj klase burimore synon të rrit jo vetëm përmirësimin e aftësive bazë të nxënit, por edhe zhvillimin e vetbesimit, ndërveprimit social dhe ndjeshmërisë emocionale tek nxënësit. Klasa burimore do të jetë një hapësirë ku çdo nxënës do të ndihet i pranuar, i mbështetur dhe i motivuar për të përparuar, duke nxjerrë në pa talentin dhe prirjet e veçanta. Klasa burimore do të ofrojë një kënd qetësie, një kënd dëgjimi, një kënd pikture, këndin e punimeve artizanale, art and crafts, këndin e punës në grupe dhe punës individuale dhe një kënd leximi, ku nxënësit do të mund të zhvillojnë aftësitë e tyre e do mund të marrin asistencë të specializuar nga shërbimi i mësuesit ndihmës.